një pjesë tjetër e komenteve lidhen me ditën e mbrëmshme, kur u fol dhe u shpallën skuadrat që do të konkurrojnë në 11 maj. Kush po i voton? Janë disa që kanë hyrë në listat sigurta se si janë mban të përballen me listë të hapur, sepse nuk kanë pikën e mbështetjes nga populli, e kanë zhvatur popullin kur kanë pas një detyrë në dorë. Me siguri këtë duhet ta kesh pasur për aleancën e Shqipërisë madhështore, sepse kush kishte në një dyshim, apo kush kishte ndonjë shpresë, apo ndonjë besim të mbetur, mjafton të shikoj skuadrën në listën e mbyllur të kryeqytetit. Skuadra në listën e mbyllur të kryeqytetit është tribuna VIP e Kënetës. Do me thënë, doni të shihni kush janë VIP-at e Kënetës, shikoni skuadrën e në listën e mbyllur të kryeqytetit të Shqipërisë madhështore. Ku mungon kujtim gjuzi, i cili po përdoret, ose më saktë po keq përdoret në mënyrë brutale, sepse është i vetmi që do ta kishte merituar të ishte aty në skuadrën e mbyllur. Për atë nivel që ka Këneta, me ato mustaqe që ka kujtimi, absolutisht e meriton. Ndërkohë që Dash Sula, i madhi Dash Sula, që nuk ka lënë gjë pa bërë për ta kap një vend në tribunën VIP, u la jashtë. U la në det të hapur. Dhe me sa unë mora vesh, u arratis, sepse nuk e përballoi dot këtë poshtrim që i bëri Këneta dhe vazhdon të besoj ama që Shqipëria bëhet. Dash Sula u fut te Shqipëria bëhet. Por në fund të ditës, Dash Sula thuaj çfarë duash, po është gjeldeti i peqinit dhe nuk pajtohet dot Këneta me të, se është i parasysh ato puplat e mëdha, papajtueshmëria me ujin e Kënetës, domethënë është tip i veçantë në llojin e vet. Gjeldeti, po shumë i veçantë. Tek Shqipëria bëhet. Vazhdon pra o me Shqipërinë madhështore, o me Shqipërinë bëhet, pra gjërat mëdha shumë në horizontin e mbyllur. Tani, për të ardhur tek gjërat serioze, se këto janë gjëra jo serioze